Odangolodin po regjistronte një video të zakonshme për TikTok, duke ju përgjigjur komenteve rreth çmimit të shitjes së shtëpisë së tij, e cila ishte e njohur në lagje për aktivitetet e saj të vazhdueshme paranormale. Ndërsa ai shpjegonte para kameras detajet e pronës dhe përvojat e çuditshme që kishte përjetuar atje, diçka e jashtëzakonshme po ndodhte pas tij, plotësisht jashtë dijenisë së tij. Kamerat kapën praninë e një figure femërore të veshur me rroba të bardha tradicionale e ulur qetësisht në një karrige në sallon, sikur të ishte një banore tjetër e shtëpisë. Shfaqja ishte aq e qartë dhe detajuar sa dukej pothuajse e prekshme, por zgjati vetëm disa sekonda përpara se të zhdukej plotësisht, duke lënë pas vete vetëm mister dhe frikë. Një burr që punonte në fush gjatë natës, hyn në panik kur sheh një figurë të bardhë përpara tij. Ai vëzhgon me kujdes çdo detaj të çuditshëm. Trupi i tij dridhet dhe ai fillon të tërhiqet hap pas hapi. Figura, e cila duket si një poçong, qëndron e palëvizshme përballë burrit, duke krijuar një ndjesi tmerri të papërshkrueshme. Ai është i bindur se nuk ka të bëjë me një person të vërtet dhe paniku i tij rritet. Çdo lëvizje e figurës dhe heshtja e saj misterioze e bëjnë burrin të dridhet dhe të vazhdojë të tërhiqet, duke ndjerë një frikë të thellë, ndërsa përpiqet të ruajë qetësinë, ndërsa përballet me këtë pamje të pazakontë dhe të frikshme. Një kamerë si CCTV e shërbimit të pastrimit regjistron një ngjarje të pashpjegueshme. Një figurë hije vrapon drejt karrocës dhe zhduket, duke lënë pas një gjurmë të zbehtë. Një antar i kanalit Robi dhe Penny është plotësisht i lodhur nga ngjarjet e pashpjegueshme që ndodhin çdo ditë në shtëpinë e tij. Objektet bien vazhdimisht nga raftet, tavolinat dhe muret, sikur një prani e padukshme po luan me durimin e tij. Për të zbuluar të vërtetën, ai vendos të përdor një metodë të thjeshtë dhe të vjetër. Ai shpërndan një shtresë të trash mielli në gjithë dyshemene e dhomës kryesore. Kamera ndizet dhe çdo lëvizje regjistrohet me kujdes të plotë. Në fillim mbizotëron heshtja, por papritur, disa sende fillojnë të rrëzohen pa asnjë shpjegim logjik. Pas disa sekondash, në miell shfaqen gjurmë të qarta këmbësh njerëzore, sikur dikush po ecën zbathur. Hapat vazhdojnë drejt anës tjetër të dhomës, rrëshqasin lehtë dhe përplasin objekte të tjera gjatë rrugës. Në mes të kaosit, një qirim mbi tavolinë ndizet vetvetiu, duke rritur frikën. Gjurmët kalojnë të gjithë hapësirën dhe ndalojnë papritur, sikur entiteti misterioz të ishte larguar. Videoja publikohet më vonë dhe shkakton debat të madh mes njerëzve që besojnë dhe atyre që dyshojnë fort. Gloria përjetoi një nga përballjet më të frikshme të jetës së saj kur një entitet i padukshëm që ajo beson se ishte një shpirt, hodhi një thikë të madhe kuzhine nëpër dhomën e saj. Për fat të mirë, thika nuk e goditi dhe ajo mbijetoi për ta treguar historinë, por trauma e asaj nate mbeti e gdhendur thellë në kujtesën e saj. Megjithatë, përjetimet paranormale të Silvias shkojnë shumë më tej në kohë dhe duket se janë bërë pjesë e përditshmërisë së saj. Në korrik të vitit 2020, ajo ngarkoi një video ku shihet sërish në kuzhinën e saj, një vend që duket se është qendra e këtyre ngjarjeve të pashpjegueshme. Në pamje, objektet duken se lëvizin pa asnjë arsye logjike, duke krijuar një atmosferë tensioni të vazhdueshëm. Edhe pse Silvia bën një përpjekje të madhe për të ruajtur qetësinë ndërsa gjithçka po ndodh rreth saj, zëri i saj e tradhton. Ajo tingëllon dukshëm e friksuar dhe e parehatshme gjatë incidenteve. Një komentues shprehu shqetësim të thellë për sigurinë e saj dhe Silvia u përgjigj duke e siguruar se deri tani nuk ishte lënduar. Ajo gjithashtu deklaroi se kishte plane të zhvendosej në një shtëpi tjetër për të shpëtuar nga këto ngjarje të frikshme. Megjithatë, duke parë se ajo ka publikuar video të tjera paranormale edhe kohët e fundit, është e qartë se zhvendosja ende nuk ka ndodhur.
Shpresa e vetme është që ajo të arrijë të largohet sa më shpejt, përpara se këto përjetime të përshkallëzohen dhe të kthehen në diçka edhe më të rrezikshme. Një grua po luante me djalin e saj ndërsa po regjistroheshin përmes kamerave. Ata dukeshin të lumtur dhe të relaksuar, duke qeshur dhe duke luajtur së bashku. Pa pritmas, një ngjarje e çuditshme ndodhi që i la të habitur plotësisht. Dyshemeja prej qeramike pas tyre u çmontua vet, si të kishte një forcë të padukshme që e shtynte atë përpara. Të dy, të befasuar dhe të friksuar, vrapuan për ta parë më afër. Ata zbuluan një objekt të çuditshëm të mbështjellë me një copë të bardhë, i fshehur brenda qeramikës. Kjo zbulim i shtoi një ndjesi tmerri dhe kurioziteti të përzier të ata, duke u bërë gjithçka edhe më e mistershme. Pak më vonë, gjërat u përkeqësuan kur gruaja pësoi një posedim të papritur, duke ndryshuar sjelljen e saj në mënyrë të frikshme dhe të papritur. Djali i saj, i tmerruar nga ajo që po ndodhte, filloi të qante dhe të bërtiste, duke u kapur për të në një përpjekje për t'u ndjerë të sigurt. Situata u bërë kaotike dhe frikshme, duke bërë që ambienti i zakonshëm i lojës të transformohej në një skenë mbinatyrale. Objektet që dikur ishin të qeta rrotulloheshin dhe të gjithë ndjenin një energji të padukshme që dominonte hapësirën. Momenti i frikës dhe i papriturës ishte i pazakontë dhe i fuqishëm, duke lënë një përshtypje të thellë tek të gjithë ata që pan ose dëgjuan për ngjarjen, duke e shndruar një aktivitet të zakonshëm familjar në një përvojë mbreslënëse dhe të frikshme që do të mbahet mend për një kohë të gjatë. Qetësia e një pasditeje të zakonshme u shndrua në makth kur një burr vuri re një lëvizje të dyshimt në dritaren e shtëpisë së tij. Ajo që nisi si një kureshtje e pafajshme u kthye në një përvojë që do ta ndiqte për vite me radhë. Pas perdeve gjysmë transparente, silueta e një ndërhyrësi dukej me qartësi shqetësuese, por kur ai u afrua për të hetuar, realiteti e goditi ftohtë. Në balkon nuk kishte absolutisht askënd. Një kamër sigurie në një banesë tajlandeze kapti një nga fenomenet më shqetësuese ndonjëherë të regjistruara në video gjatë orëve më të errta të mëngjesit. Pa paralajmërim, një masë driteshe e bardhë u shfaq nga zona e kultivimit pranë pronës. Entiteti lundronte me një hir të kundërnatyrshëm, qëndronte pezull për disa sekonda para se të zhdukej si të mos kishte ekzistuar kurrë. Forma e tij ishte e parregullt, pulsuese, sikur të ishte e përbërë nga energji e pastër e kondensuar. Pronari i shtëpisë mbeti i habitur, pasi ishte hera e parë që shihte diçka kaq të pazakontë në pronën e tij. Ngjarja u zhvillua në Japoni dhe filloi si një natë krejtësisht e zakonshme. Dy burra që jetonin së bashku në të njëjtin apartament, po flinin kur, papritur, u zgjuan nga një sër zhurmash të pazakonta që vinin nga brenda banesës. Fillimisht, menduan se mund të ishte ndonjë objekt që kishte rënë ose ndonjë kafshë, por tinguit u bën gjithnjë më të çuditshëm dhe shqetësues, duke i mbushur me një ndjenjë ankthi të pashpjegueshëm.
Të shtyrë nga frika dhe kureshtja, vendosën të ngriheshin dhe të kontrollonin se çfarë po ndodhte. Ndërsa lëviznin e errësirë, nuk ishin as pak të përgatitur për pamjen që do t'u shfaqej para syve. Një burr i panjohur, me pamje teje të frikshme dhe lëkurë jashtëzakonisht të zbehtë, dukej sikur kishte hyrë në apartament pa u vënë re. Prania e tij ishte ftohtë dhe kërcënuese, por përpara se ata të mund të reagonin ose t'i drejtonin ndonjë pyetje, figura u zhduk në mënyrë misterioze. Ata kontrolluan çdo dhomë, çdo cep dhe çdo derë, por nuk gjetën asnjë gjurmë që të shpjegonte se kush ishte ai njeri ose si kishte hyrë dhe dalë. Kjo ngjarje ngriti shumë pyetje pa përgjigje. A ishte ai një person real, një ndërhyrës i pazakontë, apo diçka që sfidon logjikën? Pse kishte një pamje kaq të çuditshme dhe mbi të gjitha si u zhduk pa lënë asnjë shenjë? Si gjithmonë, interpretimi mbetet në dorën tënde. Një fenomen i pashpjegueshëm i kapur rastësisht nga kamera apo një mashtrim i menduar me kujdes për të krijuar frikë. Vendimi përfundimtar është i yti. Në orët e para të mëngjesit të 8 tetorit 2016, një familje që jetonte në një shtëpi në periferi të Boswell, Pennsylvania, u zgjua për të zbuluar një skenë të çrregullt në oborrin e pasëm. Koshat e mbeturinave ishin përmbysur plotësisht dhe mbeturina ishin shpërndar kudo në tokë. Duke qenë se shtëpia ndodhej pranë një zone të dendur pyjore, vizitat e kafshëve të natës nuk ishin diçka e pazakontë për ta. Megjithatë, familja u shqetësua nga mundësia që fajtori të ishte një ari i zi që kërkonte ushqim përpara dimrit. Për këtë arsye, ata vendosën të kontrollonin pamjet e regjistruara nga kamera e verandës për të parë se çfarë kishte shkaktuar rrëmujën. Ajo që u shfaq në video, megjithatë, nuk i ngjante as pak një ariu. Për gati 2 minuta të plota, kamera regjistroi një figurë të çuditshme që her pas here nxirrte kokën nga pas një mbulese dhe më pas fshihej sërish. Edhe pse pjesa më e madhe e trupit mbetej e padukshme, ajo që shihej dukej jashtëzakonisht e pazakontë. Figura dukej e hollë, me gjymtyr të gjata dhe sy të bardhë që shkëlqenin në errësirë, duke i dhënë pamjen e diçkaje që disa njerëz do ta përshkruanin si një kriptid i tipit crawler. Videoja është vërtet shqetësuese. Dhe ideja që një qenie e tillë mund të endet pranë shtëpisë tënde në orët e vona të natës është e mjaftueshme për të trazuar këdo. Disa besojnë se pamjet tregojnë një krijesë të panjohur, veçanërisht për shkak të sjelljes së çuditshme dhe shkëlqimit jo normal të syve. Të tjerë sugjerojnë se gjithçka mund të ketë qenë inskenuar, ose thjesht një kafshë e zakonshme e kapur nga një kënd i keq dhe e bërë shumë më frikësuese nga ndriçimi i dobët i kamerës. Sido që tjetë, është lloji i videos që të bën të kontrollosh 2 herë dritaret përpara se të shkosh të flesh. Një burr me emrin Jos Robellet publikoi një video në TikTok duke dokumentuar një aktivitet të vërtet frikësues në shtëpinë e tij. Në fillim të videos, Jos shpjegon se sapo kishte ardhur nga puna dhe thekson se absolutisht nuk duhet të kishte asnjë njeri në shtëpi në ato orë të ditës. Megjithatë, ai përmend se sapo arriti tek rruga hyrëse, diçka e befasoi menjëherë. Askush në shtëpi, askush fare. Okej, kontrollojeni. Në video, mund të shihni një figurë të errët, qartë të dukshme, duke parë nga dritarja e shtëpisë së Jos. Kur ai vrapon brenda për të hetuar disa momente më vonë, nuk gjen asgjë.
pa shenja hyrje të detyruar, pa prani të vazhdueshme. Është sikur figura të kishte zhdukur në ajër, sikur kurrë nuk kishte qenë aty vërtet. Në videon e dytë, e ngarkuar më vonë, Jos thjesht përpiqet të relaksohet kur dëgjon goditje të forta që vijnë nga një vend poshtë. Natyrisht ai merr telefonin për të dokumentuar atë që po ndodh dhe gjërat bëhen edhe më të frikshme. Një kalitiv vogël lëvizës për fëmijë fillon të lëviz vet. Video përfundon pak më vonë, duke na lënë me më shumë pyetje se sa përgjigje. Kur të kombinohen të dyja pjesët, ato tregojnë një pamje mjaft shqetësuese. Është një gjë të shohësh një figurë misterioze në një dritare, por pastaj të kesh aktivitet fizik, zhurma, drita dhe objekte që lëvizin vet, kjo sugjeron se mund të jetë më shumë se një episod i thjesht i aktivitetit mbinatyror, qoftë diçka demonike ose diçka jashtëzakonisht e qëndrueshme. Nuk mund t'i fajsohet Jos nëse vendos të paketojë dhe të largohet përgjithmonë. Disa shikues kanë spekuluar nëse kjo mund të jetë një trillim, por nuk ka asgjë përfundimtare që mbështet këtë ide. Gjithsesi, besoni apo jo, nuk mund të mohohet atmosfera shqetësuese që transmetojnë këtë video. Shpresojmë që Jos të ketë gjetur mënyrën për të pastruar shtëpinë e tij ose të zhvendoset në një vend shumë larg. Çfarë mendoni se po ndodh këtu? Diçka mbinatyrore apo diçka krejtësisht tjetër? Lëreni mendimin tuaj në komentet më poshtë. Një burr po ecte i vetëm atë natë rreth lagjes së në një shëtitje që dukej krejtësisht e zakonshme. Rrugët ishin të qeta dhe errësira mbulonte gjithçka, derisa pa e pritur përjetoi një ngjarje tronditëse. Ndërsa vazhdonte të ecte, diçka e bëri të ndalonte dhe të shikonte përreth me kujdes. Në një nga dritaret e një shtëpie aty pranë, ai vuri re një figurë misterioze që po e vështronte në një mënyrë tepër të çuditshme. Ajo figurë qëndronte aty duke buzëqeshur në heshtje, gjë që i shkaktoi një ndjenjë shqetësuese. Disa sekonda më vonë, për tmerrin e tij, figura nuk ishte më në dritare, por poshtë në rrugë dhe filloi të vraponte drejt tij. Në atë moment, burri u mbush me panik dhe ndjeu një frikë të thellë që i pushtoi gjithë trupin. Një gjuetar fantazmash që po eksploronte një vend të tmerrshëm u paralizua nga frika kur një figurë frikshme u shfaq pas tij. Video tregon qartë si fytyra e tmerrshme e kësaj figure shfaqet menjëherë pas burrit. Ai, duke ndjer papritmas se trupi i tij nuk mund të lëvizë, qëndroi i ngrirë në vend, duke përmbajtur frikën e tij. Pamja e papritur e kësaj figure rriti tmerrin dhe tensionin, duke e lënë të shokuar dhe të pafuqishëm për të reaguar. Një qendër trampolinash u shndërrua në skenë të fenomeneve poltergeist, kur kamerat e sigurisë dokumentuan objekte të paanimuara që vendosën të sfidonin ligjet e fizikës. Ajo që duhej të ishte një natë e qetë pastrimi, u shndërrua në një demonstrim të forcave të padukshme që veprojnë në botën tonë materiale. Së pari, një karrocë pastrimi filloi të lëvizte vetvetiu përmes ambienteve, sikur duar fantazmike ta shtynin me një qëllim të caktuar. Punojësit vëzhguan me neveri ndërsa objekti i rënd lëvizte me rrjedhshmëri, duke ndjekur një trajektore që dukej e planifikuar me inteligjencë,
duke shmangur pengesat që asnjë objekt i pa animuar nuk do të mund të perceptonte. Dhjetë vjetë frym është një kanal pak i njohur në YouTube që ka publikuar vetëm 4 video gjatë 11 muajve të fundit, por fakti që është i panjohur nuk do të thotë se përmbajtja e tij nuk është shqetësuese. Përkundrazi, në një nga videot më të frikshme, pronarët e kanalit vendosin të eksplorojnë një tunel treni të braktisur, i njohur për reputacionin e tij si i mallkuar. Vite më parë, një burr i quajtur Spencer humbi jetën atje kur treni ku po punonte lëvizte shumë ngadalë dhe kabina u mbush me monoksid karboni, duke i shkaktuar vdekjen. Gjatë pjesës finale të hetimit, ekipi ecën ngadalë përgjatë tunelit, i cili është aq i heshtur sa mund të dëgjojë rënjen e një gjilpëre. Burri që po filmon i drejtohet çdo shpirti të mundshëm në zonë dhe e pyet nëse ka diçka për të thënë. Pikërisht atëherë ndodh diçka e pazakontë. Edhe pse ne nuk mund ta dëgjojmë qartë zërin, krijuesi i videos pohon se dëgjoi një zë që tha: "Kam qenë këtu për një përjetësi." Duke dëgjuar zëra të çuditshëm pas shtëpisë së tij, ky burr nga Tajlanda u përpoq menjëherë të kontrollonte dhe zbuloi një krijesë të zezë me formë të çuditshme midis shkurreve. Kjo figurë kishte sy që shkëlqenin dhe shkaktoi frikë dhe panik të menjëhershëm tek burri. Një banor që po kalonte pranë shtëpisë fqinjit në mesnat, ndalon për një moment kur sheh një pocong në verandën e shtëpisë. Ai ndjen një dridhje të papritur, por gjithashtu ndjen kuriozitet për të kuptuar pse figura qëndron aty dhe çfarë do të bëjë më pas. Ai afrohet pak dhe e vëzhgon me kujdes çdo detaj, duke u përpjekur të mos humbas asgjë. Pocongu qëndroni pa lëvizshëm përballë derës së shtëpisë, ndërsa brenda banorët e shtëpisë po shikojnë televizion. Banori që regjistron nga larg nuk mund të ndërhyjë. Ai qëndron në heshtje dhe shikon çdo lëvizje të mundshme. Një ndjesi e përzier e frikës dhe kuriozitetit e mbush ambientin, ndërsa çdo detaj i veshjes së pocongut, hapat e tij të ngadalt dhe mënyra se si ai qëndron pranë derës krijojnë një pamje të frikshme. Kamera regjistron gjithçka me qartësi, duke kapur çdo nuancë të veprimit të tij të heshtur dhe mister. Ndërsa minutat kalojnë, tensioni rritet dhe banori shikon me kujdes se çfarë do të bëjë figura më pas, duke ndjerë një kombinim frike, dridhjelje dhe kurioziteti që e mban në pritje të pafund. Një burr vendosi të eksperimentoj duke lënë një kamerë të drejtuar nga një kabinë vjetër që ndodhej në mes të pyllit gjatë natës. Ai donte të shikonte nëse do të kapte ndonjë gjë të pazakontë. Çfarë kamera arriti të regjistrojë ishte jashtëzakonisht e qartë dhe shqetësuese. Një figurë e veshur me të bardha dhe me një fytyrë të errët u shfaq papritur, duke lundruar pranë çatisë së kabinës. Pamja e saj ishte e qartë dhe tërhoqi menjëherë vëmendjen e të gjithëve që panë regjistrimin. Figura duket sikur po i drejtohet kamerës me sy që tregojnë se ajo e dinte se po vëzhgohej. Shfaqja e saj e papritur dhe e paqartë shkaktoi një ndjesi frike dhe misteri, duke bërë që çdo shikues të ndjejë një tension të fortë dhe një ndjesi të pazakontë që nuk mund të shpjegohej lehtë. Një baba dhe i biri po ecnin në rrugë, kur diçka në një shtëpi të errët përtej rrugës tërhoqi vëmendjen e tyre. Në çatinë e banesës së braktisur ishte një figurë e bardhë që nuk duhej të ishte aty. Entiteti kishte një formë të zgjatur dhe i qëndronte krejtësisht statik mbi çatinë.
Duke rritur ndriçimin e regjistrimit, mund të dallosh atë që duket si një figurë mbështjellë me pëlhura të bardha, por pozicioni dhe sjellja e saj nuk korrespondojnë me asnjë njeri normal. Ky video vjen nga kanali Sapam Explore. Ky është vazhdimi i një regjistrimi të mëparshëm, ku eksploruesi, duke hyrë në një kabinë mes pyllit, doli duke vrapuar i tmerruar, pasi u përball me figurën në një kuntillanak, një shfaqje fantazm me një gruaje të veshur me të kuqe. لا إله إلا الله أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم